Mirë se vini në trajnimin profesional për gel manikyr dhe modelim të thonjve. Në këtë kurs do të mësoni gjithçka nga bazat deri në nivelin profesional. Ky trajnim është krijuar për fillestarët dhe për ata që duan të bëhen nail artist profesional. Në këtë kurs do të mësoni bazat e thonjve, teknikat profesionale, higjienën dhe sigurinë, anatominë e thojit, si dhe sëmundjet dhe çrregullimet e tij. Para se të fillojmë me teknikat, është shumë e rëndësishme të kuptojmë bazën, strukturën dhe funksionin e thojit. Pak të njohuri nuk mund të bëhesh një nail artist profesionist. Thoji nuk është vetëm estetik. Ai është një strukturë biologjike që mbron majën e gishtit dhe ndihmon në funksione të përgjithshme si kapja, ndjeshmëria dhe mbrojtja. Pllaka e thojit. Kjo është pjesa që ne shohim. Është e fortë, transparente dhe përbërë nga keratina. Funksioni i saj është të mbrojë indin poshtë dhe të japë formë estetike. Shtrati i thojit. Nën pllakën e thojit ndodhet shtrati i thojit. Kjo zonë është shumë e rëndësishme sepse përmban enë gjaku dhe nerva. Ai furnizon thojin me ushqim dhe oksigjen dhe i jep ngjyrë natyrale roz. Matrica, kjo është zemra e thojit. Këtu prodhohen qelizat e reja që shtyjnë thojin përpara. Nëse matrica dëmtohet, forma dhe cilësia e thojit mund të ndryshojë. Kutikula është një barierë mbrojtëse, ajo mbron zonën e matricës nga bakteriet dhe infeksionet, prandaj nuk duhet të pritet në mënyrë agresive. Lunula, pjesa e bardhë në formë gjysmërrethi në bazën e thojit. Kjo është pjesa e matricës dhe tregon aktivitetin e rritjes së thojit. Thonjt kanë disa funksione shumë të rëndësishme. Mbrojnë majën e gishtave, ndihmojnë në kapjen dhe precizionin, rrisin ndjeshmërinë e prekjes, tregojnë gjendjen e shëndetit ton. Pse është e rëndësishme për nail artist? Si nail artist, nëse nuk e kupton strukturën e thojit, mund të dëmtosh klientin, mund të aplikosh gabim produktet dhe rezultati nuk do të jetë profesional, por nëse e kupton këtë bazë, çdo teknik të bëhet më saktë dhe më e sigurt. Kjo është baza e çdo trajnimi profesional. Në videon tjetër do të kalojmë në teknikat praktike që përdoren çdo ditë në sallon. Mos harro të abonohesh dhe për të vazhduar të trajnim hap pas hapi. Tani do të mësojmë llojet kryesore të formave të thonjve. Një nga bazat më të rëndësishme për çdo nail artist. Është forma katrore, është një nga format më klasike. Ka linja të drejta dhe kënde të forta. Është shumë e përshtatshme për thoj të fortë dhe për një stil elegant dhe profesional. Është forma ovale, është më e butë dhe më natyrale. Ajo zgjat vizualisht gishtat dhe jep dorës një pamje më feminine. Është ideale për klientët që duan një stil të thjeshtë dhe elegant. E rrumbullakët, kjo është forma më natyrale e thojit. Ndjek formën e gishtit dhe është shumë praktike për përditshmëri. Rekomandohet për klientët me thonjë të shkurtër. Në formë bajameje, forma bajame është shumë elegante dhe moderne. Ngushtohet në majë dhe krijon një efekt të hollë dhe të gjatë. Është shumë e kërkuar për industrinë profesionale. Formë arkivoli, kjo formë është shumë trendy dhe përdoret shpesh për dizajnime kreative. Ka anë të drejta dhe një majë të sheshtë. Kërkon teknik të mirë dhe thonjë të fortë. Zgjedhja e formës së duhur është shumë e rëndësishme për pamjen finale dhe për kënaqësinë e klientit. Në videot e ardhshme do të mësojmë si të realizojmë këto forma profesionalisht në praktik. Në këtë pjesë do të flasim për një nga elementet më të rëndësishëm të çdo nail artisti: kujdesin dhe trajtimin bazë të thonjve. Një thuaj shëndetshëm është baza e çdo rezultati profesional. Pa një bazë të mirë, asnjë teknik nuk do të japë rezultat të qëndrueshëm. Higjiena personale dhe profesionale. Gjithçka fillon me higjienën. Duart duhet të jenë gjithmonë të pastra dhe dezinfektuara, si për klientin, ashtu edhe për profesionistin.
Instrumentet duhet të sterilizohen pas çdo përdorimi, të ruhen në kushte të sigurta dhe të mos të përdoren kurrë pa i disinfektuar. Kjo nuk është vetëm estetik, është siguri dhe profesionalizëm. Formimi dhe përgatitja e thojit. Thojt duhen të lëmohen në formë të përshtatshme pa dëmtuar strukturën natyrale. Lëvizjet duhet të jenë të buta dhe të kontrolluara. Shmang limimin agresiv, respekto drejtimin natyral të thojit. Mos e holloni tepër pllakën e thojit. Kjo fazë përcakton cilësinë e rezultatit final. Hidratimi dhe ushqimi i thojit. Thojt kanë nevojë për ushqim, ashtu si lëkura. Përdor vaj për kutikula, krem hidratus, produkte me vitamina. Kjo ndihmon në forcimin e thojit, parandalimin e thyerjes dhe ruajtjen e elasticitetit. Trajtimi i problemeve bazë. Një nail artist duhet të di të dallojë problemet e zakonshme. Thonjë të dobët, tharje të kutikulave, çarje ose shtresëzim. Në këto raste, nuk aplikohet me njëherë produkti estetik, por fillimisht trajtohet shëndeti i thojit. Kjo është ajo që dallon një profesionist nga një fillestar. Përdorimi i produkteve të duhura. Zgjidh gjithmonë produkte cilësore dhe të sigurta. Mos përdor produkte të skaduara, materiale të panjohura ose teknika të paprovuara. Produktet e duhura, rezultate që të qëndrueshme dhe klient i kënaqur. Si përfundim, kujdesi dhe trajtimi i bazë nuk është një hap i thjesht, është themeli i gjithë profesionit. Nëse e zotëron këtë pjesë, atëherë çdo teknik tjetër bëhet më e lehtë dhe më e saktë. Nëse dëshiron të mësosh më shumë dhe të bëhesh profesionist në këtë fushë, na ndiq në videot e radhës dhe bëju pjesë e trajtimit ton profesional. Ushqimi dhe rëndësia për rritjen e thonjve. Pse ushqimi është i rëndësishëm? Thonjt përbëhen kryesisht nga keratina, një proteinë që prodhohet nga trupi. Nëse organizmi nuk merr lëndet ushqimore të duhura, thonjt bëhen të dobët, thyhen lehtë dhe rriten me ngadalë. Proteina është bazë kryesore për ndërtimin e thonjve. Burimet të mira janë vezët, mishi, peshku dhe bishtajoret. Pa proteina të mjaftueshme, thonjt humbasin forcën dhe elasticitetin. Biotina, vitamina kryesore. Biotina ose vitamina B7 është një nga elementet më të rëndësishëm për thonjt. Ajo ndihmon në forcimin dhe trashjen e tyre. E gjejmë tek vezët, arrat dhe bananet. Mineralet, hekur dhe zink. Mungesa e hekurit mund të shkaktojë thonjt të hollë dhe të dobët. Zinku ndihmon në rigjenerimin e qelizave dhe rritjen e shëndetshme. Këto gjenden në mish, fara dhe produkte të plota. Hidratimi. Uji është po aq i rëndësishëm. Dehidratimi i bën thonjt të thatë dhe të brisht. Si përfundim, një dietë e balancuar është baza për thonjt të fortë dhe të bukur. Kujdesi fillon nga brenda dhe reflektohet nga jashtë. Për të krijuar thonjë perfekt dhe profesional, nuk mjafton vetëm teknika, por edhe mjetet dhe produktet e duhura. Një nail artist i suksesshëm gjithmonë punon me produkte cilësore dhe mjete të pastra, sepse kjo garanton rezultat të bukur, të qëndrueshëm dhe të sigurt për klientin. Filloj me mjetet bazë që çdo nail artist duhet të ketë. Lima profesionale për formimin e thojit, bufer për lëmimin e sipërfaqes, shtytës i kutikulës, pinceta ose prerëse për kutikulën, furça për pastrim pluhuri dhe drita LED për tharjen e xhelit. Këto mjete janë bazë i çdo shërbimi profesional. Tani kalojmë te produktet kryesore. Nail preparat dhe dehidrator për përgatitjen e thojit. Primer për aderim më të mirë. Base coat si bazë për mbrojtës. Gel ose akril për ndërtimin e thojit dhe top coat për shkëlqimin dhe mbrojtjen finale. Cilësia e këtyre produkteve ndikon direkt në qëndrueshmërinë e punës.
Një pjesë shumë e rëndësishme janë produktet dhe higjiena. Desinfektues për duar dhe mjete, pastrues për sipërfaqen, sterilizues për instrumentet metalike. Pa higjien nuk ka profesionalizëm. Për dizajn dhe kreativitet përdoren furça të holla për nail art, dotting tools për pika dhe detaje, pigmente, glitter dhe dekorime, tips ose forma për zgjatje. Këto mjete të japin mundësinë të krijosh stil unik. Gjithmonë zgjidh produkte të testuara dhe të sigurta, me cilësi të lartë, të përshtatshme për tipin e thojë të klientit. Produkti i mirë kurse në kohën dhe ricilësinë e punës. Një nail artist i vërtet nuk punon vetëm bukur, por edhe sakt edhe profesionalisht. Investon në mjetet dhe produktet e duhura, sepse ato janë bazë e suksesit tënd. Na ndiq për më shumë këshilla profesionale dhe vazhdo me videot e radhës për të mësuar çdo hap drejt suksesit si nail artist. Në videon e ardhshme do të mësojmë teknikat profesionale. Mos harroni të na ndiqni.